Policia e Qarkut Shkodër ka raportuar një sër ngjarjesh gjatë 24 orëve të fundit që përfshin aksidente rrugore, arrestime dhe procedime penale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor vunë në pranga një 51 vjeçar nga Kosova, pasi në aksin rrugor krye bushat mjet, duke drejtuar automjetin në gjendje të ndehur. I ka ndërprer rrugën një tjetër automjeti, për pasojë nga përplasja janë dëmtuar. Drejtuesi i mjetit tjetër, 75 vjeçar, bashkëshortja e tij dhe mbesa e mitur, të cilët janë dërguar për ndihmë mjekësore në spital, ku fatmirësisht ndodhen jashtë rreziku për jetën. Ndërkohë një tjetër aksident rrugor është regjistruar në aksin Shkodër-Muriçan, ku një 24 vjeçar nga Dibra ka humbur kontrollin mbi motomjetin dhe është përplasur me një automjet që drejtohej nga një 25 vjeçare. Përpasojë riu ka pësuar dëmtime, ndërsa policia nisi procedim penal ndaj tij. Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër shpallën në kërkim një 40 vjeçar, i cili dyshohet se ka kërcënuar dhe ofenduar bashkëshorten e tij e pajisur me urdhër mbrojtje. Procedim në gjendje të lirë nisi edhe për një 38 vjeçar që nuk ju bindu urdhërit punojësve të policisë për të ndaluar automjetin. Në Malësi të Madhe një 49 vjeçar është proceduar pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë në spitalin e Shkodrës një 48 vjeçar është paraqitur për ndihmë mjekësore pasi ka konsumuar mbi dozë të medikamenteve që përdorte për trajtimin e depresionit. Në datën 5 prill në fshatin Barcoll të Vautëdejës dyshohet se si pasojë e një linje elektrike të amortizuar ka rënë zjarr në një zonë mali të shpyllzuar, duke djegur barishte dhe shkurre. Për të gjitha këto raste materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.